Aja që ka kërkohet për neve është që ne këtë mesazh të Islamit të afrojmë njerëzve në formën më të mirë të mundshme. Të njësh Muhammedin sallallahu alaihi wasallam do të thotë të ngjajmë atij me marrëdhëniet e tij me të tjerët. Pejgamberin Allahu në Kur'an e dini se ja lavdroi. Nuk i tha ti je trimi më i madh edhe pse ishte i tillë. Nuk i tha që ti je më i pashmi edhe pse ishte i tillë. Por Allahu e zgjodhi një fjali me lavdru pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Tha Muhammed, ti je në shkallën më të lartë moralit. Çka është morali? Sjellje, bashkëveprim me njerëzit. Para mendoni sikur këto mësime që unë para jush sot për prezantoj. Sikur këto mësimet nati praktikonëm këtu ku jetojmë. Për Zotin njerëzit do të prishin rand me na pyet neve se ka kjo fuqi. Ka kjo sjellje mirë. Ata do të pyetnin. Dhe në moment që ne do t'i thonim se kjo është feja jonë, ata do ta pranonin këtë fejë. Muslimanët, fitoret më të mëdha që i kanë pasur në histori, kanë qenë me shëmbëlltyrën e mirë. Popujt që kanë pranuar Islamin me numrin më të madh historikisht, kanë qenë si rezultat i sjelljeve të mira të muslimanëve. Wa innaka la ala khuluqin azim. Te Muhammed je në shkallën më të lartë të moralit.